maj të çdo viti, Rusia feston fitoren mbi gjermanët dhe pushtimin nga ana e ushtrisë së kuqe të kryeqytetit nazist të kohës, Berlin, në 9 maj 1945. Fiks 80 vite më parë, është tashmë traditë që të gjithë miqtë e Federatës Ruse vinë në nivelin e tyre më të lartë, kryeministror apo presidencial, në Moskë, për të marrë pjesë në paradën e madhe që ushtria ruse organizon. Me këtë rast, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka bërë një deklaratë mjaft provokuese për opinionin publik botëror. Pozicioni ynë është shumë i thjeshtë në lidhje me të gjithë liderët që kanë vendosur të marrin pjesë në festimet e 9 majit në Moskë. Ne nuk mund të jemi përgjegjës për çfarë mund të ndodhë në territorin e Federatës Ruse. Ne nuk e dimë se çfarë mund të bëjë Rusia në këtë data. Zjarre të qëllimshme, atentate të rrezikshme, që pastaj të na e hedh fajin neve, ukrainasve, tha presidenti i Ukrainës, Zelensky. A i theksoi se i ka thënë ministrit të jashtëm se qëndrimi ynë është një sugjerim që liderët e vendeve të ndryshme të mos e vizitojnë Rusinë në këtë data. Analistët ndërkombëtar e lidhin këtë deklaratë si thuajse kërcënim edhe me kërkesën që ka bërë Vladimir Putin për një armëpushim pikërisht në datat 8 e deri 10 maj ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Armëpushimi kthyer mbrapsht nga Zelensky, që tha se ne nuk do ta ndihmojmë Putinin të dalë nga izolimi, ne nuk do ta ndihmojmë Putinin që të ketë mundësi t'ju sigurojë mysafirëve të vet sigurinë e duhur. I menjëhershëm ishte më pas reagimi i ish presidentit Medvedev. E kush është ky maskara që nuk ruan mjekrën dhe që guxon të refuzojë propozimin e Putinit për një armëpushim 3 ditësh me rastin e festimeve? E kush ka nevojë për garancitë e tij? Sepse nëse Ukraina guxon të bëjë provokime me rastin e 9 majit, ditës së fitores, askush nuk garanton më që më datë 10 maj, Kievi do të ishte përsëri mbi tokë. Pyetja shtrohet, nga çfarë ka frikë Rusia dhe Putini që mund të ndodhë në Moskë më 9 maj? Ja ka frikën dronëve që mund të godasin sheshin e kuq në ditën e paradës së madhe. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në 360 gradë. Siç edhe e pat, filluam përsëri me gjeopolitikën, pasi që politikën gjithë ditën ABC Newsi e trajton gjërësisht, gjatësisht dhe pafundësisht. Pra jemi një televizion informativ i thelluar dhe politikën e ditës e elaborojmë gjatë gjithë kohës. Por edhe në emisionin tonë do ta kemi me 2 pjesë, pjesë e parë gjeopolitika, sepse ka ndodhur gjëra shumë të rëndësishme, gjëra të cilat në fakt mund të ndikojnë në politikën tonë të brendshme, dhe në pjesën e dytë do merremi me politikën e brendshme, do kemi të ftuar zotin Dash Shej, do kemi të ftuar Aulon Kalan, kandidat për deputet i Partisë Demokratike, dhe të tjerë, po ja ulë surprizë. Por tani jam këtu me General Det Prenga, më mbrëma zoti Prenga. Mbrëma, faleminderit për ftesë. Dritan Goxha, më mbrëma kapitan. Mbrëma. Me kolonel, nuk e di pse kam kolonel, nuk e ka bova kësaj radhe. Zoti Xhavi Sala, më mbrëma. Mbrëma. Dhe Alfred Pollumi, ekspert, më mbrëma. Mirë mbrëma. Tani, qa është kjo çështje, zoti Shala? Që është kjo deklaratë e cila ka patur jehon në BBC World, ka patur jehon gjithandej, kjo situata tensionuar e 9 majit, pra dita e fitores mbi fashizmin, ose kur se thua ushtria kuqe ngriti flamurin e saj në Berlin. Por nga ana tjetër, tani është bërë një fest gjithmonë më politike dhe duket sikur në ndritën e disa sukseseve të habitshme që kanë patur Ukrainës, dhe për shumë kanë vrarë një general, shumë përmendur para pak kohësh, por ne nuk e trajtuam si temë somore me çështje brendshme. Në ana tjetër, një dron në kërkim të shkatrimit të një droni, po themi të rrezikshëm prodhim Ukrainës, i cili ka kishte shkaktuar shumë dëme marinës ruse, 2 aeroplan shumë të sofistikuar rus njoftohet që janë shkatruar nga raketat amerikane, të cilat nuk kishte njoftim që ishin në territorin e Ukrainës. Pra, mundet vallë që ka të drejtë një në protokoll, ka të drejtë ta konsiderojë Moskën kryeqytetin e një vendi armik Zelensky, ta fillojmë kështu, dhe pastaj ka të ruhet
ruhet Putin nga ndonjë informacion që ka më tepër se ç'thot? Faktikisht tash disa të dy shtetet janë në luftë njëri me tjetrin, pavarësisht se Rusia e cilëson si akoma nuk e ka përdorur termin luftë në raport me Ukrainën. Të dy kryeqytetet janë target i goditjes nga palët ndërluftuese. Dhe pavarësisht kësaj retorike, unë nuk mendoj që mund të shkojë deri të paktën në goditje nga këto të modelit me dron ose goditje me Një dron, për raketa. shembull, një dron në mes paradës do ishte shumë spektakolare. Spektakolare, por nuk besoj, unë nuk mendoj se do të arrijë aty. Bile duket sikur Zelenski ju e dhat aty, duket se ka paralajmëruar diçka tjetër. Domethënë, më shumë ukrainës janë shumë të ftylluar në këto akte të sabotazhit. Mund të ndërmarrin veprime, siç thon ai, si sa jo zjarrvënie, jo shpërthime, mund të jenë gjëra më tepër në aspektin spektakolar sesa për të dëmtuar njerëz. Nuk mendoj që ata do të godasin paradën. Njerëzit në paradë janë ushtarak që marshojnë, janë objektivisht armiq. Ushtarak, po tashmë pavarësisht se ka një farë përgjegjësie them edhe për liderët e tjerë botëror që do të marrin pjesë në ato takime, pavarësisht se ata kanë kërkuar siguri paktën nga agjencitë e lajmeve, kanë kërkuar siguri nga leadershipi i Ukrainës për sigurinë e tyre, kanë kërkuar siguri nga Ukraina, pra që të jenë të sigurt gjatë vizitës në Moskë, gjatë aktivitetit që do jetë atje. Po retorika ka qenë e ashpër, këtu duket me sa duket presidenti Ukrainës ka synuar që duke patur parasysh këtë ngutje shumë të madhe dhe këtë kërkesë për siguri që ka patur Moska të tentojë në zgjatje, pra të marrë një arpushim 30 ditor. Ndërkohë që pala ruse përpiqet edhe nga ana saj ajo duke përdorur një retorik tjetër, duke përdorur edhe kërcënimin, por edhe butësinë për në një moment presidenti. Nëse ke mundësi të lidhe me Misha Pumon, ta kemi në lidhje. Në një moment presidenti Putin thotë që për herë të parë përdor termin që ne do shkojmë mirë me fëmijët tanë, ukrainasit. Pra për herë të parë ai përdor këtë term sepse gjithmonë ai nuk e njihte shtetin Ukrainës. Pra, nga ana tjetër pastaj përdor. Se nuk e njihte shtetin Ukrainës. Ai ka thonë nuk ekziston në Ukrainë. Domethënë pasi filloi konflikti. Nuk e njihte kuptimin që që nuk do ekzistojë, po edhe nuk do të ekzistojë domethënë me këtë luftë që ka filluar. Pra këtë herë ai ka përdorur një terminologji, por ndërkohë ka një zbythje thuati të Federatës Ruse. Ka desh t'japi këto mesazhe edhe për punën në maj, për të kaluar këtë. Për të kaluar këtë siklet. Shqetësuar për këtë rënd. Është i shqetësuar. Rrim këtu, se nuk i themi do të gjitha që i fillim. Gjerë Prenga, si e shef të situatë? Komenti juaj. Unë do të gjykoja që veprimet cilat do të qofshin ato të nivelit taktik, operativ apo strategjik, që deklarohen, humbasin fshehësinë dhe përrjedhoj edhe qëllimin e realizimit të tyre. Kështu që unë e shoh më shumë se sa lojë politike mes të palëve që shantazhoj njëri tjetrin dhe nuk besoj që do të ketë gjëra të tilla që do të ndodhin, për arsye sepse vërtet në sheshin e kush do të marshojnë trupat të llojeve të ndryshme të forcave, përfshi ato toksor ajror dhe paktën, dhe tregues të tjerë, jam i bindur që po kaq e më shumë forca janë në rujtje dhe siguri të gjithë pjesëmarrësve të personaliteteve ndërkombëtare, por dhe vetë Moskës për të shmangur incidente, do ta quaja, cilat do qofshin ato. Nuk janë, nëse do të planifikohen për ndodhur në interesin e asnjërs palë, e aq më keq të Ukrainës, në momentin aktual që ndodhet konflikti, nuk ka interes Ukraina që të bëj kundërshtar dhe vende të tjera. Nëse do të jetë të ftuar. Nuk po flasim për të goditur, po themi, antar delegacion, po po flasim element paradën në vetvete si një event i madh festiv. Për shembull, në fakt, nëse mbani mend deri përpara luftës në Ukrainë, shumë kryetarë shtetesh edhe të Evropës Perëndimore kanë ardhur dhe kanë marrë pjesë në këtë paradë fitores kundër fashizmit. Tani ato e kanë bojkotuar. Bile, u informuam që edhe ky Vučići, presidenti i Serbisë, nuk do të jetë, paktën siç është njoftuar nga mediat, sepse është smurur papritur.
smur në Amerikë. Mendoj që do Smundje ulet politike. Kur shkon në Amerikë smuresh. Unë mendoj që do ulet niveli i përfaqësimit. Atje u smur. Ndoshta nuk do të jetë. Atje u smur, ishte në vizitë. Po çfarë smundje ka marrë? Falë se Se di askush është sekret. asi se di, sekret. Okej, po. Unë besoj që do të ulet niveli i përfaqësimit, por Jo, një është i ulët pjesë tashmë. e mirë e vendeve të ftuara do të kenë përfaqësim. Por kjo nuk do të thotë as pak që niveli i sigurisë do të nënvlerësohet e aq më Okej. tepër nga pala ruse. Okej. Kështu që unë natyrisht është e vështirë të parashikosh se ç'mund ndodh, por në sensin e përgjithshëm të nivelit strategjik dhe të nivelit të marrëdhënieve dhe të situatës Qartë. luftarake që zhvillohet mes tyre, mendoj se nuk kanë Ne interes nuk asnjëra flasim, palë. nuk bëhet fjalë që niveli i këtishmërisë do jetë shumë i lartë. Flasim për çfarë depërtojnë agjenturat ukrainase në Moskë që kanë treguar që kanë fijet e tyre. Zoti Pumo mi mbrëma, mirë se erdhe në 360 gradë. Misha, Mirë mbrëma, mirë se ju gjeta. në cilin cep të globit jemi, zoti Pumo? Në shtetin aleat, ish aleat të Bashkimit Sovjetik, do me thënë të Polinezisë franceze. Në Polinezi franceze, nuk e shkuar për mision politik, apo për turizëm? Apo të dyja? Po, me që ca filluan të mblidhin trastat me ushqime për 3 ditë, unë thash t'ikim më larg një çik nga ajo kërpulla E kuptova. përthamore. E kuptoj. Aty se nuk e ka prezja. Mirë, kështu shaka e hidhur ishte kjo. Okej, ja do t'ju pyes pak më vonë. Okej, Goxhaj. Për një edhe temë. Po dhe këtë që tha punë e fort. E para një Trasat për të me që nuk ka për ushqime. të ndodhur asnjë gjë për arsye se sot ka Po. dalë në rrjetet sociale Telegram në Ukrainë, komandanti i batalionit neonazist Aidar dhe ka deklaruar që plani që ishte bërë për të goditur Moskën është anulluar me urdhët Zelenskit për shkak të pjesëmarrjes të presidentit kinez Xi Jinping në këtë event. Pra, Se ka konfirmuar në po, Xi Jinping. kishte konfirmuar mbritjen e ardhjen dhe për këtë arsye është anulluar çdo lloj plani. Pra s'ka për ndodhur asgjë, por ti sqarojmë dy gjëra. E para, Po, çdo grumbullim ushtarak në kohë lufte është objektiv legjitim. Pra çdo grumbullim ushtarak. Por ky grumbullim ushtarak bëhet për rastin e 80 vjetorit të luftës ndaj fashizmit. Dhe këtu Zelenski ka ngataruar kohërat, ka ngataruar vitet 41-45 me vitin 22-25. Kjo bëhet për të memorizuar dhe për të mbajtur gjallë memorien e fitores ndaj fashizmit, një fitore në cilën Bashkimi Sovjetik në atë kohë, në të cilën bënte pjesë edhe Ukraina, luftoi kundër fashizmit dhe Ukraina ka humbur 2.3 milion banor, popullat në këtë luftë kundër fashizmit. Pra, ka derdhur gjatë për kundër fashizmit. Dhe ky zotëria ngataron kohët. Dhe një gjë e tillë është idiotësi totale. Dhe mbasi jemi te eventi për luftë kundër fashizmit, sot duhet kujtoj është data 5 maj, dita e dëshmorëve të luftës nacionale shqiptare në Shqipëri. po. Dhe për këtë arsye do të marr vetëm gjysmë minutë kohë të them lavdi dëshmorëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare dhe i pashuar qoftë kujtimi i tyre. Patjetër, Rosh. Edhe unë mbështes sepse kemi familjar, nuk ka shumë pak njerëz që nuk kanë familjar të tyre që janë përmbledhur në përkujtimin e kësaj dite. Megjithatë, në polemik me ju për sa i përket analizës, mendoj që zoti Shala dhe zoti Prenga thanë që grumbullimet ushtarake në një gjendje lufte janë objektiva. Po edhe unë atë. Potencial, ti nuk e Është thashë, objektive ti e the ligjore, i lishëm. që Zelenski ngatron datat. Zelenski nuk Ngatron ngatron kohët. datat, Jo, Zelenski ngatron kohët. nuk ngatron uniforma. Ngatron kohët. Ta mbaroj. Unë palash gjitha shqiptimin. Aty nuk po marshon ushtria kuqa. As komandanti Zhukov, as generalet e ushtrisë kuqa, aty është ushtria e Federatës Ruse, pas 80 vjetësh, në emër të asaj fitore, por të njëjtët ushtarë mund të jenë në frontin rus dhe në frontin Ukrainas. Dhe mund të hedhin bomba dhe të vrasin fëmijë Ukrainas, për shembull. Pra, legjitimisht, është legjitime Jo, s'është konsiderimi... Okej, jo. Kjo lloj parade nuk është legjitime. Çdo lloj organizimi tjetër është legjitim, po për këtë arsye nuk është legjitim, për arsye se këtu po një kopësh ku lozin fëmijët, më fal, kemi analizuar një kopësh që lozin fëmijët në një qytet në ku ishte në Sumi, po në Sumi dhe ju thatë që me që këtë bari kishte disa
Jo mos kishte debari, ishte paradë ushtarake për dekorimin, po s'është e njëjta paradë. Ishte paradë ushtarake për dekorimin e njësive që ishin në front. Kjo nuk ka të bëj me luftën e tanishme, kjo ka të bëj me luftën e para 80 viteve. Ka këtë lloj moraliteti. Absolutisht që lufta ka moralitet. Ku ka moral? Kur vret fëmijët, si ka moral? Kur vitet fëmijët e kalam dhe gra e pleq. Po sa është numri këtyre fëmijëve të vrarë se e bët jam e të madh. Pse nuk po thoni për fëmijët që po vriten në Gaza për ditë? Po jo, dakord. Janë 18.000 të vrarë. Jam shumë dakord. Atëherë pse se ngrejmë zërin për ta? Po ngrejmë zërin për këta që janë dëm kolateral këtu. Këtu është me të vërtetë dëm kolateral. Aktualisht deri më sot 19.000 janë civilë. Aktualisht sot, nga fillimi i luftës deri më sot, sipas OKB-s 19.000 është numri i civilëve të vrarë në Ukrainë. Ndërsa në Gaza kemi arritur në 64.000. Ja ku jemi? Jam shumë dakord. Po kjo nuk preston. Dhe ky numër 19.000 është i barabartë me numrin e 19.000 civilëve rusë të vrarë në Donbas nga 2014 deri në 2022. Nuk preston faktin që 19.000 civil Ukrainës kanë zhuritur nëna, baballar, familje. Po ashtu siç kanë zhuritur edhe këta. Patjetër, po nuk kanë vrarë ukrainasit. Nuk janë ukrainasit shkaktar në Gaza, po katrojmë skenën jo, me janë shkaktar këtu në Donbas, nuk janë në Gaza. Në rregull, kanë vrarë në Donbas. Absolutisht po. Ati vrasin, në rregull, shumë mirë. Jo mos po vrasim, se me mundësinë që ka mund të vriste më shumë. Po pikërisht kjo nuk është morale. Jo, po ky është morali që po thoni. Pra mbasi ata kanë atje do t'i godasme. Unë po them që kohët kanë ndryshuar, për kanë ngataruar kohët. Grumbullimet ushtarake janë objektiva. Ta thash prej fillimit që çdo lloj grumbullimi ushtarak është objektiv legjitim, por në këtë rast nuk është objektiv legjitim, se s'ka të bëjë me këtë. Ky është arsyetimi juaj. Okej, zoti Pllumbi. Tani dihet që Ukraina ka forcën e vetë tek përdorimi i dronëve, një ndër pikat ku e ka godit shpesh herë Rusin. Kohët e funit Rusia goditi në Kherson dhe u vran disa civil Ukrainas. Tani duke parë edhe pozicionin e fortë që ka Ukraina mas firmosjes së marrëveshjes me presidentin e Shteteve të Bashkuar Donald Trump, ata po e përdorin këtë forcë në presion psikologjik kundër Rusisë. Pavarësisht kësaj, një ndër komandantët kryesor, i cili është edhe deputet parlamentin e Ukrainës, Roman Kostenko, kishte thënë që dronët Ukrainas kanë forcën të fluturojnë edhe më shumë se 700 km, pra kanë forcë të godasin në këtë lloj parade nëse merret vendim politik dhe ushtarak. Janë në luftë dhe kur je në luftë dhe pala tjetër nuk i respekton drejtat e luftës, atëherë edhe pala ukrainase ka të drejtë mos t'i respektojnë parimet dhe rregullat e luftës. Je dakord me atë që thot Goxha që ka një gjë specifike se bëhet fjalë për një paradë patriotike ose thosë në kujtimin e një luftë antifashiste? Në luftë përjashtohet çdo gjë. Në luftë derisa njëra palë shkel, nuk ka pse ta mbrojnë pala tjetër. Sikur pala ruse mos kishte vrarë fëmijët, se nuk do thotë që ai tjetri të vret ty fëmijët e gra duhet edhe ti vrasësh atij fëmijë e gra. Kjo është mentalitet terrorizmi. Jo, nuk është terrorizëm. Sepse terrorizmi i pasër është ISIS-i kur merrte përsipër terrorizmin në Evropë thoshte që ta shijojnë edhe ata të njëjtat vrasje që po bëjnë në vendet arabe. Pra ky është terrorizmi i pasër. Nuk është terrorizmin e pastër e bën rusët që vranë fëmijë. Cili është terrorizmi? Cilët fëmijë? Ata fëmijë që vranë Po sa fëmijë janë vrarë nga 2014 po ta marrim kështu fëmijët? Po tani dakord. I vrau me qëllim fëmijët apo u vranë për shkak se ishin në është reciproke. Nëse një palë nuk e respekton, po atëherë nëse është reciproke, s'ka rregull. Se nuk do thotë që po mos është reciproke, sepse kur serbët na vranë edhe fëmijë, ne nuk duhet i vrisim edhe tyre fëmijë. Nëse bëjmë atë, sepse nuk është reciproke, sepse ne zbiem në nivelin e kafshëve. Prandaj prandaj ka moral. Prandaj ne fituam me moral. Po nuk lufta... Prandaj morali botror... Logjika nuk është i përgjigjesh kësaj. Tani morali është komunist dhe morali komunist vrishen njerëz dhe vranë morali komunist, si ishin komunistë në Kosovë. Tani fliqin me moral. Zotëri, ai që shkel moralin s'ka me ja falë. Lëre moralin komunist tash, mos bëj propagandë fushate. Mos bëj propagandë fushate. Jo. Ja ta marrin Kosovën. Na ishin më antimorale. 3500 fëmijë, nuk i vram asnjë. Ku ka të bëjtu me moralin komunist? Ma thuaj, morali komunist në të rast. Zero i vram. Në Kosovë. Na vran 22.000 civil.
0 civil ju vram. Po pra, po të ecim me logjikën tuaj, duhet të kishim vrarë edhe neve atyre civil. Duhet të kishim bërgjë njësoj. Jo pra, ne s'përgjim njësoj. Jo, nuk është reciproke. Reciproke është veprimtaria ushtarake, po jo kundër civilëve, nuk është reciproke. Edhe në rast se Rusia ka vrarë 10, 15, 20 fëmijë, ata nuk duhet vrasin fëmijë për shkak se ka vrarë Rusia. Funksionon pra në këtë aspekt. Kush përmeni civil? Nuk funksionon. Po sigurisht përmend si pas për mund ju fëmijët. Fëmijët janë civilave civil, fëmijët në parad nuk ka fëmijë. Unë nuk thash që Ukraina për ndërpërgjigjen dhe të shkojnë në kopshtet ruse dhe të gjojnë fëmijët. Jo, në mënyrë absolute jo. Ju thatë përgjigjen në tjetër mënyrë. Unë po them që jo. Po tani mënyra është sepse aty është parad ushtarake dhe me qenë se është parad ushtarake dhe nuk ka aleat të Ukrainës, atëherë nuk ka pse pret Rusia derisa nuk ka tregu moral në luftë kundër Ukrainës që Ukraina të riheshtër. Ska aleat Ukrainës. Aty ka kinez. Aty do ketë presidenti brazilian. Me më të them. Brazilianët janë aleat Ukrainës. Në luftë. Po janë asarmisht Ukrainës në luftë. Po dakord, janë, po aleat nuk janë. Unë them derisa s'ka aleat, prenimor ka, Amerikan ka, Britanik ka. Pse këta, po këta, me fjalë këta që kanë luftuar do të jenë atje. Po jo se duhet jenë, por është parad ushtarake në kohë lufte dhe ai po bën një show dhe në këtë show nuk ka. Ma e ka bërë çdo vit këtë parad, nuk e ka bërë sot, po sot është për 80 vjetorin. Ai tani po bën një parad në fitore kundër nazizmit, është në luftë dhe nuk ka pse. Në këtë fitore kundër nazizmit ka marrë pjesë edhe Ukraina, më zotëri. Ukraina s'ka qenë jashtë. Okej, jo se mbetëm këtu. Dakor. Misha. Ta. Na ti je larg shumë gjeografikisht shumë larg. Nuk besoj se ke ikur nga lufta, ke ikur për qevin tënd, po mirë bën, si drejta jove. Si e shikon, do ketë ndonjë probabilitet që t'ja prishi festën Zelenski Putinit në 9 maj, apo dëshirë do kishte, po mundësi nuk ka? Do me thënë Zelenski mbetet besnik i thelbit të vetë duke qenë kloun, sepse këto janë vetëm deklarata propagandë për të bërë buj, për të dhënë një importancë më të madhe vetvetes dhe mundësia e tij për të edhe për qofs, megjithse dronë. Jo, ai nuk ka thënë që do bëjmë, Misha të ndihmoj pak. Misha të lutem. Nuk ka thënë që do ndërhyjmë ose do bëjmë gjë. Thotë që ne nuk ma e përgjithësi se çfarë ndodh. Sigurin, e di. Sepse ne mund bëjnë një gjë Putinit dhe da e lërë neve faturë. Dhe fakt, nga vëmendjet që i dhanë mediat serioze, botërore, mendohet ta bëj temë, sepse është një temë, është një suspans. Sot ka pasur një tentativë. Nuk është temë që vërtet do të ketë zhvillime të papritura, besoj, dhe jam i bindur për këtë gjë, sepse edhe sikur të kishin ndonjë plan, do me thënë, Ukraina teknikisht ajo mund ta bëj në qoftë se pala tjetër nuk do të merrte masat. Dhe sigurisht masat e Rusisë pas asaj që ndodhi një herë në Kremlin që shpërtheu një dron që me siguri ishte dërguar nga brenda Moska në drejtim të Kremlinit, po jo nga Ukraina, që atëherë masat janë marrë mjaft të rrepta. Në Moskë qendra është e pamundur të lidhesh në telefon sepse bllokojnë komplet rrjetet telefonike. Do me thënë, dronet ato veprojnë me valë elektromagnetike, nuk mund të drejtohen ndryshe. Dhe ata bien nga mungesa. Misha, një pyetje kisha. Po atë ditë ose të nesmen, Medvedev tha që nëse do guxonte Kievi ta bënte këtë, 24 orë më pas nuk do kishte më Kiev. E po, Medvedevi flet... Qa do më thënë kjo? Kjo do më thënë sepse do bënde reprezalje. Ka një pjesë të establishmentit rus që nuk do të kishte për gjë të merrte masa për të asgjësuar një vend si Ukraina. Do me thënë, ka dhe këto, le të themi, ndjenja në establishmentin rus, po këto nuk përfaqësojnë Kremlinin zyrtar dhe Putinin. Ose këta e bëjnë kastile për treguar që shikoni se Putini nuk është varianti më i keq për Rusin tani në krahasim me atë që mund të ketë Rusia në të ardhmen. Okej. Zoti Shara? Për të vënë një pikë. Faktikisht, kërcënimi Medvedev ishte një kërcënim Medvedev edhe herë tjera është përdorur si zëri ashpër, po. Sa që është bërë bajat me ato kërcënimet që bëjnë atojnë, polici mirë, polici keq. Por kjo ka një, do me thënë një tjetër, sepse edhe Putini e përmendi
në intervistën që ka dhënë dje në një nga këto stacionet, e përmendi që u përmendën përsëri armët bërthamore, mundësia e përdorimet. Deri tashmë në Ukrainë nuk i kemi përdorur. Deri tani thot. Pra në farë mënyrë indirekt edhe Putini përforcoi atë të Pas edhe reagim tash për të Trumpit lidhe me këtë, ka thënë se bolli përmendet ato ç'është kjo ndodh. Faktikisht reagimi i Departamentit të Shtetit ka qenë edhe, domethënë që edhe ata nuk bishin dakord me këtë armpushim treditor. Edhe ata deshin një armpushim një mujor, sepse armpushimi treditor ishte për të bërë një fest. Edhe në një farë mënyrë i bie kështu që kur bën dasëm ke shtëpia jote, unë të vitë vrasë edhe krushit, mundësisht edhe dhëndre dhe nusën, dhe kur du të bëj unë dasëm, ti du të mjapësh besën që mos më cënosh as dhëndre, as nusën, as krushit. Kjo është nga ana... Kjo është, së thush, kërkesa që kërkon, kërkesa ruse në raport me ata Ukrajinës. Po. Këtu është dhe mos marrëveshja, por Ukrajina ka thënë dhe një gjë, që ne nuk ka thënë që do sulmojmë me drona, varet që kanë pas ide, ndoshta do sjellin një dron me një flamur Ukrajina, si që bëm ne në neshjen me Serbinë. Pse akuzojmë Ukrajinën, do me thënë që do përdorim drognat për me sulmu, dhe kjo do ishte gjëja më bukur si kur ta bëshin një gjë tjetër. Sot në orët e para të mëngjesit, 3 dronë tipit Aeroprak që fluturojnë deri 900 km largësi, pra është një lloj avioni që ka pas prodhuar Ukrajina, Aeroprak, i cili tashmë kanë kthyer në dron, pra përdorin pa pilot, kanë fluturuar në drejtim të Moskës dhe në rrethinat e Moskës janë azgjesuar nga mbrojtja kundërore e Moskës 3. Në Podolsk, 4 aviona. Që kanë këtë kapacitet për të luftuar, për të fluturuar në të gjatësi. Në Podolsk, është afër Moskës, 4 drona. 4 drona. Sa kilometra nga Moska? Një 50 kilometra. Pra në total dronët kanë fluturuar rreth 700 km largësi. Po mirë, për 700 km nuk janë azgjesuar dot, nuk kanë pas. Sepse problemi është që fluturojnë ulët, pra kur fluturon nën 30 metra, mbi nivelin e detit është vështirë që radarët të kapin, po thuhet e pamundur. Dhe nuk ka nevojë për fluturon nëpërmjet GPS-it, pa pasur nevojë për mbulim satelitor. Ne nuk e dim gozë, nëse këto kanë qenë prova teknike. Po pra thash ka pasur një provë sot, undaj thash ka pasur një provë sot, thash në mëngjes. Undaj thash që quajta ka pasur një provë sot në mëngjes. Tash ti se çfarë. Okej, zotë Preka, keni në një me gjithë shkurtës nuk do kalojmë reklam? Gjë të veçantë për të shtuar, por mendoj që pavarësisht reagimit të palëve, pjesa e Moskës nëpërmjet Medvedevit është më shumë testi që bëhet reagimeve ndërkombëtare në raport me atë çfarë pala Ukrajinës nëpërmjet presidentit paraqiti. Gjithsesi, unë i qëndroj asaj para të mendimit, edhe duke parë dhe mendimet që u shfaqën u paraqitën këtu, që gjithçka që lidhet me një veprim që do të bëje efekt dhe që del më parë, dekonspirohet, do të thotë që ai e ka humbur qëllimin për cilin mund të organizohet dhe bie si veprim. Është dekonspiruar kjo thotë. Kjo tentativa është veprimi dekonspiruar pavarësisht kush është prej Zotit të kaloj ujë në rogoz një tjetër. Bëjnë diçka tjetër ndryshe Ukrainë. Edhe ky ballafaqim është. Ballafaqim, por e rikthen Ukrainën në skenën ku Rusia nuk do të donte ta kishte. Është një mënyrë inteligjente se Rusia gjithmonë ka përjashtuar si bashkëbisedues, si interlokutor. Dhe Putini thotë që ne të shkojmë mirë. Po. Dhe kush e ktheu? Po le ta themi që ktheu Trumpi. Tani se deri para ca ditëve gjithë. Jo. Okej, mas reklame, mas reklame. Ti që unë jam trumpist tani. Po. Ti themi që ke pasur dyshime për këtë? Jo, kur. Dhe që nërvetmit bile kur s'ishin asnjë. Bravo. Po them që basi të kalojmë ujin qafshtama, optika Luane dhe publicitetin, do kthehemi ke deklaratë e Trumpit, ndalë luftën Vladimir. Dhe ndërkohë 300 milion euro të reja armatime shkojnë për Kievin shpejt, jo nga ato të Bidenit. Vazhdojmë me reklam.